Për ta kuptuar rëndësinë e namazit dhe statusin e namazit në Islam, e kemi edhe atë se namazi është vasijeti i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilin neve na ka këshillu, na ka lënë vasijetin e fundit. Ne si themi vazhdimisht, çka të la vasijet be babait për shembull para vdekjes. Edhe e dim se vasijeti është diçka shumë e rëndësishme. Porosia, këshilla e fundit është shumë e rëndësishme. Andaj vasijeti i fundit, këshilla e fundit, porosia e fundit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ishte namazi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet se para vdekjes, se me vdek, e çon perdhen e cila e ka nda xhamin me dhomën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu kushtet kanë qenë vështira. Nuk ka pas mur të boje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për mendoni. Një perde ka qenë. Një perde. E ka nda xhamin me dhomën e pejgamberit ku ka flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe e çon perdhen i shef besimtarët duke u falur. I kënaqet shpirti. Sikur do të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se elhamdulillah, unë po ndahem nga kjo botë, nga kjo jetë, i rahatshëm nga se muslimanët e falin namazin. Do më thonë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me të vërtet shumë rëndësi të madhe namazit i ka kushtuar.